Përshëndetje të gjithëve, unë jam Andisa nga Andisa's Kitchen dhe sot së bashku do të përgatisim tavën virale me spinaqe patate, por unë do e përgatis sot sipas mënyrës time. Kjo tavë përgatitet shumë thjesht dhe pëlqejet shumë jo vetëm në shtëpinë time, por dhe sa herë kam postuar është bërë virale. Prandaj shpejt fillojmë nga puna, por pa filluar nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim. Mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Puna e parë fare që do të bëjmë, do të grim patatet në radhë. Gjithashtu, nëse ndiqni videon deri në fund fare, do ju shfaqen 4 recetat më virale dhe më të pëlqyera në kanalin tim. Dhe kemi kohë që nuk ju bëja të pyetjen e nuk bisedojmë nga cili vend i botës, i Shqipërisë apo i trojeve shqiptare ndiqni videot e mia, ma shkruani në koment, sepse më pëlqejnë shumë bisedat që krijojmë së bashku. Kështu do të vazhdojmë me të gjitha patatet. Unë këtu kam rreth 1 kilogram patate. Kemi grirë të gjitha patatet dhe tani patatet do i kalojmë pak në vlim. Kam vënë ujin të vloj dhe këtu do të shtojmë pak krip. Shtojmë rreth 1 lugë çaj krip. Kalojmë patatet tek uji dhe do i lëmë në vlim për jo shumë kohë. Pas 5 minuta sa ato fillojnë të zbuten, pra nuk duan që të zihen shumë dhe të na prishin formën, por thjesht të zbuten paksa sepse ky është gatim që bëhet në furrë. Patatet kanë filluar të vlojnë, do i lëmë kështu vetëm 5 minuta. Tani po i nxjerr patatet në një pjatë dhe do i lëmë të ftohen disi, ndërkohë do merrem me përgatitjen e spinaqit. Kam marrë 3 duar me spinaq, do i shtojmë pak krip, nuk ka nevojë shumë, dhe do fillojmë ta shtypim me duar. Derisa spinaqi do na zbutet disi. Në një tas apo gocë si kjo e imja, do të shtojmë 2 vezë. Tek vezët do të shtojmë pak fare krip dhe do fillojmë t'i rrahim mirë. Bashkojmë me vezët 200 ml pana apo krem kuzhine, siç mund ta quajnë disa prej jush. Bashkojmë edhe gjysmë botën e qumës që na u derdh paksa. Do të përziejmë kremin pana me qumshin dhe vezët sa më mirë që të na krijohet një masë homogene. Tani do fillojmë të bëjmë edhe shtrimin e tavës, por kemi edhe një përgatitje të vogël. Na duhen 4-5 lugë gjelle djathë, grana apo parmigiano, këtë keni ju në shtëpi, dhe na duhen 100 gram djathë që shkri në furrë, djathë Gouda, djathë mozzarella, ky që kam unë është provolone. Diku tek gjysma e kremit që kemi përgatitur, do e shtojmë mbi spinaq, e përziejmë mirë. Në fund të tavës do të shtojmë shumë pak vaj ulliri, sa për mos na ngjitur patatet. Tani do të vazhdojmë të vendosim patatet. Patatet do i vendosim me 2 shtresa, si vidhim do të vendosim shtresën e parë të patateve, në mes do të mbushim me spinaq dhe djathrat ton, pastaj do të vendosim shtresën e dytë të patateve dhe do ju them se si do të veproj. Mirë e ndisim patatet kështu bukur. Dhe harrova t'ju theksoj më parë që për këtë tavë, patatet e verdha do ja bëjnë tavën më të shijshme. Të mbulojmë mirë shtresën e fundit të tavës me të gjitha patatet. Të vazhdojmë duke shtuar të gjithë sasinë e spinaqit dhe kujdesemi që ta përhapim kudo mbi patate në mënyrë të barabartë. Do mundohemi ta shpërhapim spinaqin kudo në sipërfaqen e patateve. Një është radha e shtimit të djathtrave, si fillim do të shtojmë
djathin grana, por jo të gjithë sasinë e tij, gjysmën e sasisë do e lëm për sipërfaqe. Kam vazhduar me shtimin e djathit që shkrin, pra jo të gjithë sasinë e djathit edhe në këtë rast, sepse do të lëm një pjesë për sipërfaqe. Vazhdojmë duke shtruar pjesën tjetër të patateve. Kjo tava do ju kënaq. Sa herë që ta gatuani, do më uroni, kështu i themi ne nga anët tona. Na kanë mbetur edhe pak fare patate për sipërfaqen dhe harrova t'ju theksoj që nuk duhet t'i shtoni shumë krip, sepse siç e keni parë unë nuk kam shtuar shumë, pasi kanë djathrat edhe patatet kanë pjesën e tyre të kripës, kështu që mundoni të balanconi sasinë e kripës duke marrë parasysh që edhe djathrat kanë kripën e tyre. Do të shtojmë sipër të gjithë sasinë e kremit që na mbeti nga më përpara. Dhe tani e fundit fare do të shtojmë gjithë sasinë e djathrave të mbetur, duke u kujdesur që ta mbulojmë disi sipërfaqen e patateve. Mundohemi të shpërhapim këto pjesët e djathit që shkrin dhe tani do e kalojmë në furrë në 220 gradë Celsius me ventilim. Do e shohim sa fillojnë të marrin ngjyrë të artë në sipërfaqe, sepse nuk është se ka nevojë që të piqet për shumë kohë si tavë. Shikoni pak çfarë bukurie, sa po ka dalë nga furra. Nuk ju thash më kot, lum kush e provon këtë tavë. Pamjet flasin vetë se sa e shijshme është. Ne do e shohim edhe në brendësi se si ka dalë. Tani bëjmë edhe prerjen. Dhe kemi gati për servirje. Kjo pra ishte tava jon, ju bëf të mirë nëse e provoni dhe mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu do të njoftoheni për çdo recetë re, shihemi dhe dëgjohemi në recetën e radhës.